Një moment i papritur dhe shumë emocional ka tronditur shtëpinë më të famshme në vend. Banori Miri ka vendosur të bëjë gati valixhet dhe të largohet përfundimisht nga shtëpia e Big Brother VIP, duke lënë të habitur jo vetëm banorët e tjerë, por edhe mijëra shikues që ndjekin çdo ditë zhvillimet e reality show. Gjithçka ndodhi pas një dite të mbushur me tensione dhe diskutime të forta mes banorëve. Atmosfera në shtëpi kishte qenë e ngarkuar prej disa orësh dhe duket se kjo situatë e kishte rënduar shumë Mirin, i cili në disa momente u shpreh hapur se nuk po ndjej mirë emocionalisht dhe se kishte arritur në një pikë ku nuk mund të vazhdonte më. "S'mundem më", u dëgjua të thoshte ai në një moment të transmetimit live, ndërsa bisedonte me disa nga banorët e tjerë në dhomën e ndenjës. Fjalët e tij krijuan menjëherë shqetësim dhe habi tek të gjithë, pasi askush nuk e kishte menduar se ai do të merrte një vendim kaq drastik. Pak minuta më vonë, Miri u drejtua për në dhomën e gjumit dhe filloi të mbledh sendet e tij personale. Ai hapi valixhen dhe nisi të vendoste rrobat dhe gjërat e tjera që kishte përdorur gjatë qëndrimit në shtëpi. Pamjet e këtij momenti u bën menjëherë virale në rrjetet sociale, ku fansat e programit reaguan me komente të shumta. Banorët e tjerë u përpoqën ta bindnin që të mos merrte një vendim të nxituar. Disa prej tyre u afruan për të biseduar me të dhe për ta qetësuar situatën, duke i kërkuar që të mendonte edhe një herë para se të largohej përfundimisht nga gara. Megjithatë, Miri duke i vendosur. Ai u shpreh se presioni brenda shtëpisë ishte bërë shumë i madh për të dhe se kishte nevojë për qetësi. Sipas tij, eksperienca në Big Brother VIP kishte qenë shumë intensive dhe emocionale, por në atë moment ai ndjente se kishte arritur limitin e tij. Ky vendim ka tronditur edhe publikun që ndjek programin. Në rrjetet sociale kanë shpërthyer komentet dhe reagimet, ku shumë fansa shprehin keqardhje për largimin e tij, ndërsa të tjerë përpiqen të kuptojnë arsyet që e çuan në këtë vendim. "Është shumë e trishtueshme ta shohësh të largohet kështu", shkruan një ndjekës i programit në një koment në rrjetet sociale. Miri ishte një nga banorët më interesantë dhe shpesh sillte energji të veçantë në shtëpi. Të tjerë shprehen se presioni i madh i këtij formati televiziv është shpesh shumë i vështirë për banorët. Qëndrimi i izoluar për javë të tëra, debatet e vazhdueshme dhe fakti që çdo veprim transmetohet para publikut mund të krijojnë një stres të madh emocional. Gjatë qëndrimit të tij në shtëpinë e Big Brother VIP, Miri kishte qenë një nga banorët më të komentuar. Ai ishte përfshirë në disa debate të forta, por kishte krijuar edhe momente shumë të bukura dhe emocionale me banorët e tjerë. Pikërisht për këtë arsye, largimi i tij i papritur ka krijuar një boshllëk të dukshëm në shtëpi. Banorët dukeshin të tronditur nga situata dhe shumë prej tyre shprehen hapur se nuk e kishin pritur një zhvillim të tillë. Ndërkohë, produksioni i Big Brother VIP nuk ka dhënë ende një sqarim të plotë për situatën. Nuk dihet nëse largimi i Mirin do të jetë përfundimtar apo nëse do të ketë ndonjë zhvillim tjetër në vazhdim të spektaklit. Ajo që dihet është se momenti kur ai bëri gati valixhet dhe u përgatit për t'u larguar ka qenë një nga skenat më të komentuara të këtij sezoni. Videoja e këtij momenti po qarkullon me shpejtësi në internet dhe po shoqërohet me mijëra reagime nga publiku. Tashmë mbetet për t'u parë se si do të zhvillohen ngjarjet në shtëpinë e Big Brother VIP pas këtij vendimi të papritur. Një gjë është e sigurt, largimi i Mirin ka krijuar një moment dramatik që do të mbahet mend gjatë nga fansat e këtij reality show.